që preku opinionin publik. Ishte vrasja e gjykatësit Kalaja brenda në gjykatën e apelit nga Elvis Shkëmbi, në mos gaboj, quhej. Dhe doja të dija një çik mendimin tënd se edhe ti për shembull kur gjithë opinioni u çua kundër Dan Hudrës, ti kishe një mendim pak ndryshe që ore lejeni Dan Hudrën të varoj punë se i kanë rasti kalama për pa pasur si Jezu Krishti, pa pasur asnjë lidhje, i thanë takzosh kalamase e shjotit. Këtë ngjarje dua ta dramatizoj pak. Po jo, mirë bëre që është dramatizove se është shpreha më e mrekullueshme që kam pak e i libër, ke zekti ishte që as jeta dhe as vdekja nuk e meritojnë seriozitetin, kështu që prandaj dhe emisioni jonë sado gjërat janë domethënë shumë serioze ose shumë të brishta, ne përsëri mundohemi të fusim humorin që të kaloj disi kjo punë. Por po, bëre mirë që bëre atë paralelizimin me Dan Hudrën e famshëm. Tani doja tani isha me një humor, po do ta kap çik më vonë këtë sepse nuk ja vlen ndoshta tash si për fillim kjo. Problemi është që një djalë 32 vjeçar bën një atentat dhe ka 32 vjet në çështje gjyqësore. Domethënë që këtu e kuptojmë se sa keq është i tërë sistemi. Dhe po bëja një llogarit thjesht, se ti e ke pasur shumë pak a shumë i shoh gjërat çik pak më ndryshe. Po bëja llogarit 30 vjet po e marrim, me sa mora vesh 26 gjykatës, ne po i vëmë nga 1 milion secilit, apo jo? 1 milion që do avokati, ha? Po. 1 milion vit pa e lejon. Jo, ti pas ke qenë avokat lirë se avokatët marrin 2 milion, tash ti po se vazhdon me 1 milion. Po më në burë që ta lim burg atë se po boni çik më shumë duhet me qitë për jashtë. Një gjomu. Le ta lim ke 1 milion që. I thonë, a i ka harxhu 30 milion, që ndoshta dhe nuk i ka, dhe si që mora vesh dhe nuk i ka, dhe po marrin vetëm një rast, që pak rëndësi ka rasti se sa pak rëndësi ka, do me thënë, këta të dy persona, se sa ka e tërë kyllum kaosi në të gjitha fushat e jetës të kësaj shoqërie që kemi, sidomos drejtësia që ka një barë të jashtëzakonshme të gjithë tyre problemeve. Dhe tani rrugës kur po vija, me sinqeritet më dolën 2 raste, kampanja 2, le të themi intervistat të 2 personave që janë me burgim përjetshëm. Të dy fajnë e lejnë drejtësisë. Dhe ta shpjegoj shumë thjesht se si. Njëri nga këta, që është edhe vllai një shoqes time të klasës, thanë qofse do kishte vepruar drejtësia do kishte kap kriminalin, thanë që më solli viktimën në shtëpi, unë s'do kisha, nuk do kisha marrë hapin për marrë hak ose njërin tjetër, më kuptove. Një tjetër, po një emër shumë i madh, ju ndërtui pallat pa leje mu për para shtëpisë, aty i filloi gjithë halli, pra prap problem drejtësie ishte. Dhe mos gabohem se unë nuk dua si më them, ti rris numrat, po mos gabohem mes 6 dhe 11.000 vetëve janë të vrarë si pasoj e pronave, hakmarrjeve, e tje që kanë të bëjnë me drejtësinë. 10.000, Amarildo, janë 10.500 të vrarë dhe ndërkohë që komunizmi në 45 vjetë thuan që ka bërë 6.000 të vrarë, megjithëse nuk po i gjejnë emrat të 6.000-ve. Jo, e kuptoj këtë fare mirë se edhe unë i kam kërku, po s'm kanë dalë.
Po, dhe gjithsesi këtu futen të burgosur politikë, të pushkatuar politikë. Le mos i largohemi asaj. Nuk dua t'i largojmë temës, Do me thënë, këtu futen të burgosur hajduxhepash për dhunuse njëri tjetrin, ndërsa këta 10.500 janë të vrarë vetëm për pronën. Është një shifër jashtëzakonisht e tmerrshme. Dhe diçka tjetër, do të thoya, ky djali vrasës, si mos harrojmë, nuk kemi kujt t'ia lëm fajin për këtë. Ky është produkt i kësaj demokracisë, i kësaj shoqërie. Tani nuk më vjen shumë keq për viktimën, më vjen jashtë mase keq për viktimën. Ndoshta do flas çik më vonë për të, sepse dhe nga ty dëgjova fjalë shumë të mira dhe nga shumë vetë dëgjova fjalë shumë të mira. Amarildo, se nuk dua që të drejtoj, të orientoj për sa i përket viktimës. Unë e kam njohur që në Shkodër këtë, domethënë Astritin, dhe ka qenë, domethënë siç i thon Korçarët, kanë një fjalë shumë bukur për ta paraqitur si tip. E quajnë baballëk. Ka qenë tip baballëku me një fjalë. Tani nuk mund ta imagjinoj që ky të vinte gjoba. Dhe me sa di unë, këtu ka qenë vetëm që ky ka anullu gjobat që ju ka vu atyre të strehuarve për mbarimi. Ka dhe një plus të vogël mbi këtë. E ka çu prap në shkallë parë për gjykim. Domethënë nuk ndalon ke gjobat, e ka çu prap ke shkalla parë për gjykim. Pra e ka çu 35 vjet mrapa. Kjo është pak a shumë që ta përkthejmë. E ka çu 35. Po sepse duhet të ketë parasysh që edhe me sa di unë, apeli nuk gjykon në themel, më kupton? Dhe ky një farë mënyrë e ka kthyer në themel. Por unë dua të dal diku tjetër, Amarido. Apo do të flasësh një herë për këtë djalin që ka. Po doja të flisa për këtë djalin në fakt. Doja të flisa për këtë djalin. Unë pash ishte ngritur dhe një GoFund për këtë, domethënë një se më të them mblidhen ca para. Dhe është mbledh një shumë për këtë djalë, për këtë, sepse veprimi i tij, pavarësisht se ai sot është një kriminal dhe ka vrarë një të pafajshëm, sepse unë zakonisht nuk mund t'i vej fajtoj njerëzve ku nuk kanë fakte, kështu që unë e marr njeriu më të përkryer, ashtu si sta dhe ju, unë e marr njeriu më të përkryer zotrin fjalë që u vra, më kuptove. Por a është ky një hero, një simbol heroi i të gjithë problemeve që ka sjell drejtësia në këto 35 vjet? Si figurë ai është edhe për film, sepse pasi mbaro krimin, në mund ta quajmë kështu, i dorëzohet dhe policisë, pra nuk e bë as më qeft as jo. Pra kjo trego, si mund të them, ka gjujt me dorën e një populli, në një farmasë ndaj një viktime që pa të drejtë, nuk e di më kuptove. Domethënë pa drejtë, biles. Dosta nuk e meritonte më se. Amarido në jetë shpesh herë ha ai që kam pa faj. Dosta inshallah nuk është fjalë gazetarësh, po ky tha që unë tha nuk gjuhet ndaj Zot Kalaja, tha gjuhet ndaj drejtësisë. Po mund të jenë dhe muhabet e gazetash këto. Pra mënyra e ekzekutimit dhe mënyra se si ai u dorëzua, për mua është një ndër figurat që ndoshta vite më pas duhet bëhet dhe film. Për mua gëzon respektin si një fatkeq. E di që është problemi tani, shumë ndoshta do të marrohen nga kjo që thash, kur them që është fatkeq dhe nuk i them kriminal, sepse ne kemi një shoqëri që vetëm mundohemi të vrasim, të ulim, të bëjmë, në kuto dhe marim me thënë të drejtën, Amarildo, unë kriminalin më të madh quaj atë gjykatës që thot duhen 50.000 euro, 100.000 euro që të mbyllet kjo punë. Është kriminal. Jo, këtë e kuptoj, janë me shkallë kriminalët tani aty, sepse si ta shpjegova dhe pa marr shumë qartë, tash mundohu ti vetë bashkë me dëgjuesit ta marrin vetvete 30 vjet në gjyq. Kjo tregon që kjo drejtësi nuk ekziston. Tani, nëse do të ishte
vitin e parë do ishin mbyll gjithë to shkallë, atëherë ky është një kriminal, një hajt ta hedhim. Por ti ke ndërtuar për 30 vjet dhe nuk është i vetmi ky rast, se po merrem prapë me 30 vjeç, nuk është vetëm ky rast. Në çfarë do lloj shtëpie, në çfarë do lloj familje shqiptare është ndjer disi mosdrejtësia. Dhe çfarë bën akoma më tragjike këtë është që unë nuk mbaj mend në 35 vjet që të kemi një dënim që themi wow, drejtësia vuri dorë. Pra dhe në momentet ku drejtësia ka dënu një njeri për korrupsion ose për X ose për Y, prap nuk është treguar drejtësi, është treguar thjesht që të mund të një zbatuse e X ligji apo Y ligji. Dhe ne kemi raste nga ministra e tjere. Se nuk dua t'i bëj analizë drejtësisë, më tepër dua t'i bëj analizë rastit. Patjetër, edhe drejtësisë për sa lidhet me këtë rast. Por duhet thënë edhe diçka që ai momenti që ai ka qelluar dhe ka vajtur, ka dorëzuar pistoletën dhe dorëzuar vetë, duke dashur që ne nuk kemi gjykatës dhe si jemi asë njerëz të ligjit, më tepër përpiqemi të kuptojmë rrethanat. Pra, në një farë mënyrë këtij i ka ardhur shpirti për dalë. Dhe ka thënë më mirë një fundit të mërshëm se i të merr pa fund. Për këtë qëllim e thash edhe GoFundin, më këto shumë i kanë dalë kundra kësaj si mund të ndërtohet një GoFund për këtë, por nga krau tjetër unë e kuptoj dhe e mirë kuptoj shumë mirë këtë, sepse pavarësisht se gjykatësi fjalë. Targeti duhet ishte ai kryetar bashkie që i kishte marrë 70.000 euro, për të mbyllur këtë punë. Pra, pse po themi, pse edhe shumë faleminderit që e nxorre pikërisht këtë. Të lutem shumë, jemi në shërbim tonë valla, çfarë flet. Po. Pra, nëse do merrem me rastin, ne do nxjerrim të tërë kriminalitetin e drejtësisë dhe çfarë është ndërtuar për 35 vjet.